Ministri Financave Petrit Malaj dhe drejtori i përgjithshëm i tatimeve Ilir Binaj zhvilluan një konferencë për shtyp lidhur me zbatimin e planit sektorial të ndërtimit dhe masat kundër informalitetit, si pjesë e strategjisë së administrimit të ardhurave 2024-2027. Ministri Malaj theksoi se vendi ndodhet në vitin e dytë të zbatimit të strategjisë së administrimit të ardhurave, e cila do të shtrihet deri në vitin 2027 dhe synon jo vetëm rritjen e të ardhurave, por edhe përmirësimin e administrimit fiskal. Një pjesë e rëndësishme e kësaj strategjie është rritja e formalizimit në sektor kyç me risk të lartë, si turizmi dhe ndërtimi. Ministri ndau me publikun masat e strategjisë së fatmesme dhe rezultatet pozitive të arritura deri tani. Rezultatet të cilat ishin tejet pozitive vitin e kaluar në luftën kundër informalitetit në sektorin e turizmit, ishin pikërisht një piknisje e mirë e cila konfirmon edhe një herë potencialin që ka ky sektor si një nga motorët kryesor të zhvillimit ekonomik të vendit. Më konkretisht, numri mesatar i punojësve për periudhën janar-shtator 2025 u rrit me 5% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, pra janar-shtator 2024. Gjithashtu, edhe fondi i pagave në këtë sektor u rrit me 18%, duke arritur në rreth 162 milion euro, ndërkohë që të njëjtin trend rritës kanë pasur edhe kontributet nga sigurimet shoqërore dhe shëndetësore në masën 18%, duke arritur në rreth 46 milion euro. Në sektorin e turizmit, kemi edhe një rritje të arktimit të TVSH-s në masën 22%, duke arritur në rreth 40 milion euro për periudhën e vitit 2025 në krahasim me vitin 2024. E bëra këtë paraqitje të këtyre shifrave, pasi kjo qasje duhet vlen fakt edhe për sektorin e ndërtimit, i cili gjithashtu kërkon një angazhim të shtuar për të siguruar zbatimin e ligjit dhe operimin e këtij sektori sipas kërkesave të tregut. Ministri Malaj paralajmëroi se subjektet që nuk kanë reflektuar pas paralajmërimeve do të jenë objekti kontrolleve të thelluara nga administrata tatimore.